t'i marrim Zotit gjamësor, kanë thënë të moçmit. E përmendash të vërtetin kjo shprehje. Te e të bukur edhe reale, por se Krishti në mëson diçka tjetër. Përmend nuk mund të marrim gjamësor, por ama këmbulja në atë çka kërkojmë është diçka krejtësisht tjetër. Diçka më e madhe, më e mandueshme. Dëfton se sa jena të bindur për atë lypin. Dëfton se sa jena të vendosur për atë çajna të kërku. Dëfton atë lirinë e mbrëmshme, atë kërcinë e nevojave tona. E nga ana tjetër dëfton se prej mend na Zotit mund t'i bim dorë, mund mos kena frikë, mund mos kena droje, mund të mos irritona, mund mos mshehna, mund mos trupna, por ama ja kërkojmë atij tona gjana. Le të vazhdojmë me këngë kështu, të sinqert, të hapur. Ndoshta na duket se kur jena të shqetësuar, por nuk ka problem me shqetësu zemrën e Zotit. Nuk i met hatri atij. Patjetër që na jep. Zoti na jep gjithçka. Na jep çdo gjë. Rëndësi ka që të mos dorëzona. Rëndësi ka që të mos të hekum dorë. Shetja Monik për 40 vjet ja lut Zotit për kthimin e të birit. 40 vjet. E më thonë çka ka marrë. Jo vetëm kthimin e tij, por edhe shejtnimin e tij. Pa sa mrekullueshme është kjo gjë.